Bamir Topi, që ishte pjesë e skenarit, pas ka shkruajt në libër se Lulzim Basha e ka takuar të nesër, mos gaboj, për të ndërhyrë tek Ina Rama që të zbus masën ndaj oficerëve të gardës. Gjë e cila është teoritikisht e pamundur që unë të dërgoja njëri tek Bamir Topi, që ishte një nga organizatorët që priste zgjatjen e mandatit nga Edi Rama. Por nga ana tjetër, Lulzim Basha nuk e kishte të ndaluar, s'kishte asnjë direktivë, asnjë porosi të kryeministrit që të mos komunikojë me presidentin. Këtë pasazh e kishin marrë, imagjinoni, e kishin marrë nga Nocturnum i Bamir Topi, se pas shkruajt edhe një libër Bamir Topi. Qëndrimi im që unë nuk e kam dërguar. Nuk më mend ta kem dërguar. Po ministri mund të shkuar, se unë nuk kam po. Unë di që në atë proces ka kontribuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara, i cili ka biseduar dhe oficerët kanë shkuar se i cili janë marrë në pyetje, janë marrë në ndjekje penale, sipas rregullave. Po.